رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në fillim të një playliste të re në të cilën do të trajtojmë diçka që nuk e kemi trajtuar deri tani në kanalin ton. Në këtë playlist inshallah do të trajtojmë disa intervista bashkëkohore të personave intelektual të fushave të ndryshme nëpër botën islame kryesisht, por ndoshta edhe më gjerë, të cilët trajtojnë tema bashkëkohore që janë me rëndësi në kohën tonë dhe ato tema mund të jenë të fushave nga më të ndryshmet. Në rastin konkret, në videon e sotshme inshallah do të sjellim një përmbledhje të përkthyer me pika të një interviste që ka zhvilluar hoxha i njohur Sheikh Muhammad Hassan Ad-Didu, i cili është një nga dietarët më të njohur në botën islame, pjesëtar i rëndësishëm i organizatës së Unionit Botëror të Dietarëve të Muslimanëve dhe një nga dietarët më të njohur të Mauritanisë, një shtet i cili ndodhet në perëndim të Afrikës, dhe që është jashtëzakonisht i përparuar në fushën e dijes dhe në fushën e mosimdhënies. Ai shpeshherë ftohet nëpër emisione të ndryshme, nëpër podcaste, nëpër vende për të mbajtur ligjërata, dhe një prej këtyre që është mbajtur para 2-3 muajsh përafërsisht, pra kohëve të fundit, ne po e sjellim në gjuhën shqipe inshallah. Dhe kjo intervistë trajton gjërat më kryesore që duhet të ketë parasysh kërkuesi i diturisë, domethënë ai që i hyn fushës së dijes fetare në kohën tonë në përgjithësi. Pika e parë thotë: prezantimi i temës së intervistës, pra ndërtimi i nxënësit të dijes bashkëkohor. Pra ky është emërtimi i temës. Pika 2, prezantimi i hoxhës dhe përshëndetja e ndërsjellët. Kjo është thjesht përmbledhja e asaj çfarë është zhvilluar gjatë podcastit. Pika 3, Ad-Didu është emërtim i babait të hoxhës, bazuar mbi emrin e dikujt prej paraardhësve të tyre, i cili ka qenë i njohur. Pra e ka pyetur intervistuesi në lidhje me origjinën e emrit dhe ka dhënë hoxha këtë përgjigje. Pika 4, intervistuesi e pyet hoxhën se si mundet që nxënësi i dijes tu përmbahet bazave të fesë, duke njohur njëkohësisht ato pjesë të fikhut, të cilat janë të ndryshueshme në varësi të kohës dhe vendit. Këtu është me rëndësi të theksojmë që njerëzit që e ftojnë hoxhën përpiqen që ta pyesin atë për ato gjëra të cilat i ka më shumë merak xhamati në përgjithësi, qoftë në vendin e tyre ose prej atyre që ndjekin këto kanale që publikojnë këto materiale. Pika 5 thotë: hoxha e fillon përgjigjen duke përmendur faktin që Allahu e ka mbuluar njeriun me mirësi dhe vazhdon t'i përtërijë mirësitë në çdo kohë dhe vend, dhe sikur dikush prej selefëve, pra prej tre brezave të parë të muslimanëve, të shikonte mirësitë e kohës tonë, do të mendonte që po jetojmë në xhenet. Pra, kjo është një lloj hyrje që bën hoxha përpara se të arrijë drejt për drejt tek përgjigjja e pyetjes. Më pas pika 6, të gjitha këto janë pjesë e testimit të jetës së kësaj bote dhe për aq kohë sa zgjasin duhet të përdoren për të kënaqur Allahun. Dhe ky është një koncept themelor i fesë islame në përgjithësi. Më pas pika 7, nëse ato nuk shfrytëzohen siç duhet ose nëse njeriu abuzon me to, mundet që ato të kthehen në dëshpërim për të në ditën e gjykimit. Pra në vend që të jenë argument pro njeriu, të kthehen në argument kundër njeriu në ditën kur ai do të ketë më shumë nevojë për argumenta pro. Pika 8, jetët e brezave në kohën e fundit janë të shkurtra dhe mirësitë bashkëkohore na ndihmojnë të shfrytëzojmë ditët tona në këtë botë më mirë.
Duke qenë se po jetojmë një testim më të shkurtër se sa brezat e parë të njerëzimit, sipas besimit të muslimanëve, atëherë edhe kemi nevojë për mjete që na ndihmojnë që këtë kohë të shkurtër që kemi në dispozicion ta shfrytëzojmë më mirë, për shkak se nuk ka të njëjtën ngjatësi me kohën e atyre që kanë jetuar përpara, pra me ymrin e tyre. Pika 9, për shembull, mjetet e transportit, dhe nëse flasim për mjetet e transportit, ne kemi mundësinë sot që të lëvizim nga njëri qytet i një vendi në një qytet tjetër. Për shembull, po themi nga Saranda deri në Shkodër brenda një pjesë dite, pra nga fundi i Shqipërisë deri në fillim të Shqipërisë dhe anasjelltas. Por në të njëjtën kohë kemi mundësi të ikim nga një cep i botës në cepin tjetër, po prapë brenda ditës. Për shembull, nga Amerika në Kinë apo nga Australia në Brazil. Nga cepi në cep brenda një dite të vetme. Dhe kjo në vetvete tregon që ajo gjë që do t'i merrte një kohë shumë të gjatë brezave të mëparshëm, neve na merr pak kohë. Prandaj është prej mirësive që Allahu na ka dhënë që dhe na lehtëson, por edhe na jep mundësinë që ta shfrytëzojmë ymrin ton më mirë. Më pas mjetet e komunikimit, ku bën pjesë edhe mjeti të cilin ne përdorim për hapjen e informacionit rreth projektit të librave, qoftë interneti, qoftë inteligjenca artificiale, qoftë telefoni, qoftë televizori, qoftë çdo gjë tjetër e ngjashme me të që përdoret për të komunikuar dhe për informacion. Më pas mjetet e ruajtjes dhe regjistrimit. Këtu përfshihen qoftë mjetet e ruajtjes së teksteve, qoftë mjetet e ruajtjes së audiove, qoftë mjetet e ruajtjes së videove, qoftë çfarë do lloj kategorie tjetër të dokumentave. Mund të jenë projekte, mund të jenë gjëra të tjera të dobishme në jetën e njeriu, të lidhura me fen, por edhe të lidhura me dynjan gjithashtu. E rëndësishme është që mund të përdoret për gjëra të dobishme me shumicë. Dhe normalisht kjo gjë nuk është e mundur në mosprani të tyre. Për shembull, një ligjërat që mund të jetë mbajtur në një xhami në një vend në një kohë të caktuar, nëse nuk është e regjistruar, nuk transmetohet dot në 100% ashtu siç ka qenë, thjesht duke u memorizuar nga ana e ndonjë personi apo disa personave. Ajo mund të parafrazohet nga ana e tyre, por se nuk transmetohet dot ashtu siç ka qenë që ta shikojë një person tjetër që ishte prezent, ta shikojë atë drejt për drejt e ta ndjeki. Sot kjo gjë është e mundshme dhe për këtë themi që falënderimi takon Allahut, elhamdulillah. Po ashtu mjetet e kërkimit e tjerë. Për shembull, nëse dikur një studiues në çështjet e fesë do të duhej të shfletonte libra pafund dhe do kishte edhe vështirësi për të gjetur disa libra, dhe do të kishte vështirësi për të gjetur njerëzit të cilët e mbartin një dituri të caktuar, ndoshta i gjen dhe ndoshta nuk i gjen, dhe nëse i gjen ndoshta i gjen përgjigjen dhe ndoshta jo. Në kohën tonë ka mundësi që nëpërmjet grumbullimit të madh që ka dia dhe depozitimit të saj si material, si informacion, domethënë i matshëm me bajt dhe i depozitueshëm në çdo kompjuter apo kartë memorie apo USB apo server, çfarëdo lloj gjëje qoftë, apo data center nëse do flasim për një gjë akoma më të madhe, atëherë ka mundësinë që edhe të zhvillojë një kërkim më shpejt, sepse janë në dispozicion mjetet për të kërkuar diçka specifike që personi dëshiron. Dhe këto mjete që përdoren për kërkim kryesisht njihen me termin motor kërkimi, siç emërtohet për shembull Google-i ose të tjerë të ngjashëm me të. Por edhe ChatGPT, që është një nga aplikacionet më të njohura që përdorin inteligjencën artificiale sot, por edhe të ngjashmit me të, siç është DeepSeek-u apo të tjerë, këto konsiderohen në vetvete motor kërkimi. Veçse Google është një motor kërkimi ku dhe njeriu duhet të bëjë një farë sforcimi më tepër në bazë të rezultateve që i nxjerr, ndërkohë që ChatGPT e bën që njeriu të ketë nevojë të sforcohet shumë pak në krahasim me Google-in. Është një motor kërkimi një niveli shumë më të përparuar. Dhe të gjitha këto që përmendëm, por edhe të tjera që nuk i ka cituar Hoxha brenda kësaj ligjërate, janë pjesë e mirësive që Allahu na ka dhënë dhe duhet realisht jemi shumë mirënjohës për to, dhe pse nuk jemi mirënjohës mjaftueshëm. Më pas pika 10. Thot, dyert e ijtihadit për ne sot janë më të shumta dhe më të gjera se sa për brezat e mëparshëm, nëse bëhemi meritor që Allahu të na dojë të mirën. E thot këtë gjë Hoxha për arsye se dyert e ijtihadit kanë qenë gjithmonë të hapura, që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe do vazhdojnë deri në ditën e gjykimit, sepse vazhdimisht do ketë gjëra në dynja
të cilat do të na duhet që t'u dim gjykimin, dhe ato nuk do të jenë të përmendura në formë të drejtë për drejtë nëpër argumentat fetare, pra nëpër tekstet e Kuranit dhe haditheve. Për këtë arsye do të duhet që ato të gjenden, pra gjykimet për këto çështje të gjenden duke përdorur ijtihadin ose përpjekjen e atyre që janë të denjë për ta bërë këtë përpjekje. Dhe meqense mjetet në dispozicion janë shtuar nëpërmjet zhvillimit teknologjik dhe shkencor, kjo do të thotë që edhe dera e ijtihadit është bërë më e madhe ose është shtuar numri i dyrëve të ijtihadit. Pra është shtuar për shembull numri i çështjeve të reja në fushën e ekonomisë, në fushën e financave, në fushën e mjekësisë, në shumë fusha të tjera. Dhe rrjedhimisht ka nevojë që njerëzit të dinë gjykimin për gjithmonë më shumë çështje të tjera bashkëkohore që nuk kanë qenë prezente më përpara. Njëkohësisht thotë nëse bëhemi meritor që Allahu të na dojë të mirën, për arsye se profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kujt ja do Allahu të mirën, ja mundson që ta kuptoj fen. Dhe këto ijtihade janë pjesë e asaj që na ndihmon për ta kuptuar fen. Për këtë arsye, nëse Allahu neve na do të mirën, atëherë na jep mundësinë që të bëjmë ijtihad dhe t'ia qellojmë në shumë prej këtyre gjërave që përpiqemi. Qoftë ata që e bëjnë ijtihadin vetë drejt për drejt personalisht, që janë dietar kalibri, por edhe ndjekësit e tyre njëkohësisht, ose ndjekësit e nxënësave të dietarëve. Më pas, pika 11, njëkohësisht këto përparime, si inteligjenca artificiale e tjerë, rrezikojnë të bëhen një dukuri e lidhjes së njeriut me jetën e dynjas, përtej asaj që duhet dhe të devijojë nga qëndrimi që duhet të mbajë në realitet lidhur me gjërat. Pra, ashtu siç kanë këto gjëra të mira të veta, ashtu mund të kthehen edhe në gjëra negative nëse njeriu nuk i përmbahet rregullave që ka vendosur feja islame në lidhje me një mirësi. Pra, mirësia që jep Allahu në këtë botë prej këtyre mjeteve është një mjet që duhet përdoret për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe nuk është një qëllim në vetvete. Nëse ajo kthehet në qëllim është problem, por në të njëjtën kohë nëse kthehet në një mjet për të arritur një qëllim negativ, prapë është problem. Dhe njeriu mund të jetë ndërmjet dy problemeve dhe duhet të zgjedhë atë që është e mira duke shmangur njërin ekstrem dhe ekstremin tjetër dhe të qëndrojë aty ku feja islame urdhëron. Më pas, pika 12, Allahu na ka paralajmëruar që të ruhemi nga lidhja e zemrës me mirësitë e kësaj bote. Pra ka shumë tekste fetare, ajete dhe hadithe në të cilat tregohet që jeta e kësaj bote është e pavlerë, në kuptimin që është diçka e përkohshme me të cilën nuk duhet të lidhet zemra. Por ajo ka vlerë vetëm në aspektin që si pjesë e testimit mund të bëhet shkak për ne që të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe më pas të arrijmë tek xheneti i cili ka vlerë reale të përjetshme. Më pas, pika 13, për sa i përket dijes, e para në renditje për nga rëndësia është padyshim dija fetare. Pra, dija fetare është më e rëndësishme se sa dija shkencore ose dija të llojeve të tjera që janë pjesë e jetës së dynjas, për arsye se ajo ka të bëjë me përjetësinë, kurse të gjitha këto tjerat e bëjnë jetën më të lehtë dhe më cilësore në këtë botë, ama kanë të bëjnë me diçka të përkohshme. Nëse ato përdoren për të ndihmuar tek kjo e përjetshmja, atëherë ato marrin akoma më shumë vlerë. Më pas, pika 14, dija shkencore në disa raste mund t'i shërbejë asaj. Dhe kjo mund të ilustrohet me shumë shembuj, por ideja është që muslimanët duhet të stimulohen nëpërmjet fesë, nëse kuptojnë fen siç duhet, që të përparojnë dhe në aspektet shkencore të jetës. Më pas, dija fetare lidhet me Kuranin, Sunetin dhe çdo lëndë që ndihmon në kuptimin e këtyre të dyjave. Pra, këtu po hym tek bazat prej së cilave nxirret dituria fetare. Pika 16, te këto baza nuk ka diçka të re dhe as të ndryshueshme, sepse këto i ka përsosur Allahu që në kohën profetike. Ashtu siç e përmend Allahu në Kur'an, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sot e plotësova për ju fen tuaj dhe përsosa mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha që për ju Islami të jetë feja. Pra, nuk ka diçka që mund të shtohet apo paksohet apo ndryshohet brenda këtyre gjërave bazike të fesë. Pra, jashtë kuadrit të gjërave të ijtihadit.
atë çështjet e ixhmaut kryesisht po flasim. E ka përsosur Allahu dhe rrjedhimisht ato që kanë qenë atëre, ato vazhdojnë të jenë, ato do të jenë deri në ditën e gjykimit. Më pas pika 17. Njerëzit në lidhje me to kanë për detyrë të përpiqen t'i dëgjojnë ose lexojnë, t'i kuptojnë, t'i mësojnë, zbatojnë dhe t'i përhapin. Pra të gjitha këto gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën dhe vinë rresht njëra mbas tjetrës. Në fillim fare kur njeriu hyn për të kërkuar një dije, do thotë që ose merr një libër në dorë dhe e lexon, ose ulet përpara dikujt për dëgjuar një ligjërat, domethënë duke mos lexuar diçka, por ama duke ndjekur me dëgjim. Dëgjimi dhe leximi janë të dyja mjete për thithjen e një materiali. Ndërkohë duhet përpiqet që ta kuptojë atë që po dëgjon ose atë që po lexon. Dhe më pas e memorizon atë në mënyrë që mos ta harrojë, se për momentin ndoshta e kupton, por vallë a e ruan këtë informacion që ka kuptuar apo e humbet për një kohë të shkurtër. Njëkohësisht duhet ta zbatojë. Kur flasim për diturinë fetare, do thotë që ka gjithmonë diçka për të zbatuar brenda asaj që mësohet. Qoftë në lëndën e fikut, qoftë në lëndën e akides. Nëse flasim për lëndën e fikut, do thotë që mëson që ose duhet bëj diçka, ose duhet të lëri diçka. Ndërsa edhe kur duhet bëj diçka, mëson edhe se si duhet ta bëj atë. Kurse në lëndën e akides, mund të mësoj kryesisht rëndësinë e gjërave që duhen bërë dhe që nuk duhen bërë, nëpërmjet asaj që akidja trajton. Kështu që dituria fetare është e pandashme nga vepra, nga zbatimi praktik i gjërave. Për këtë arsye duhet që ajo që memorizohet njëkohësisht edhe të zbatohet dhe jo thjesht të mbahet si informacion, por ndërkohë të jetojë njeriu një jetë në të kundërt të asaj që ka mësuar. Atëherë në atë rast i bie t'i bëj kundërargument ndaj vetes në ditën e gjykimit kur dalë përpara Allahut. E po ashtu duhet ta përhapi që nën kupton të këshillojë edhe të tjerët me të. Pra, po bëjmë nga ana jon një shpjegim të thjeshtë të këtyre pikave që janë përmbledhur nga ligjërata e Hoxhës. Duke qenë se Hoxha ka folur gjatë, është një ligjërat që domethënë një intervistë që ka zgjatur 1 orë gjysmë në total dhe shpeshherë është shoqëruar me shembuj ose me vargje poetike ose me ajete ose me hadithe ose me gjëra nga më të ndryshmet, po të përkthehej e gjitha nga fillimi deri në fund, çdo fjali tek e tek do të zgjaste jashmase, por ne jemi përpjekur që ta shkurtojmë disi dhe të nxjerrim gjërat më kryesore që janë për të mbajtur mend prej intervistës. Më pas, pika 18, ndërsa për sa i përket lidhjes së tyre me realitete të ndryshme, kjo është diçka e ndryshueshme. Pra, situatat në realitet mund të ndryshojnë, për këtë arsye edhe gjykimet e gjërave mund të ndryshojnë. Po flasim për gjërat plotësuese dhe jo për ato gjërat bazike që u përmendën më herët. Më pas pika 19, këtu hyn në lojë ijtihadi dhe mujtahidët. Ijtihad do të thotë përpjekje në gjuhën arabe, ndërsa mujtahid quhet personi që kryen ijtihadin, pra personi që përpiqet. Fjalë për fjalë do thotë i zellshëm si kuptim. Si kuptimi i parë. Më pas, pika 20, sasia e teksteve fetare është e kufizuar. Më pas, pika 21, numri i ajeteve të Kuranit, duke marrë në konsiderat mendimet e ndryshme të dietarëve në lidhje me këtë, nuk i tejkalojnë 7236 ajete. A mund të jenë më pak se kaq, por nuk mund të jenë më shumë se kaq, sipas personave që i kanë numëruar. Dhe thotë Hoxha që ka mendime të ndryshme në këtë çështje, sepse ndonjëherë dikush prej dietarëve thotë që një ajet nuk mbaron këtu, po mbaron pak më mbrapa. Ose një ajet nuk fillon këtu, po fillon në një vend tjetër. Ose këto dy ajete janë një ajet i vetëm. Ose ky ajet ndahet në dy pjesë, në dy ajete të veçanta. Pra në këtë aspekt ka vende në Kur'an ku dietarët mund të kenë mendime të ndryshme në lidhje me diçka që kush quhet ajet ose ku fillon dhe ku mbaron. Për këtë arsye kanë nxjerrë këtë numër që do thotë që më shumë se kaq nuk janë. Më pas, pika 22, ajetet e gjykimeve sheriatike të fikhut, ato që quhen arabisht ayatul ahkam, ndërto janë përafërsisht 500 ajete. Pra këto kanë të bëjnë me aspektin praktik të fesë dhe me ato gjëra ku mund të hyjë edhe ijtihadi brenda. Më pas, pika 23, numri i haditheve të transmetuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tejkalon 300.000 hadithe.
Pika 24, hadithet e gjykimeve sheriatike, pra e hadithul ahkam, siç thamë edhe për ajetet, sheriatike të fikut, ndërto nuk i kalojnë 11.000 hadithe. Tu përfshihen gjitha, qoftë hadithet e sakta, qoftë hadithet e dobta. Më pas, pika 25, po ashtu çështjet e ixhmaut janë të kufizuara. Dhe fjala ixhma nuk kupton rënien dakord të dietarëve mujtehid të umetit për një çështje të caktuar në një vend dhe në një kohë të caktuar. Kryesisht i referohet më së shumti brezit të sahabëve, duke qenë se atëherë ka qenë më e mundshme për t'u vërtetuar që ka ixhma për një çështje. Më pas, pika 26, ka gjëra në fe të cilat emërtohen si të ditura domosdoshmërisht, të cilat pa i ditur personi ose pa i pranuar nuk konsiderohet musliman. Pra ka disa gjëra që nëse njeriu thotë unë nuk e di këtë, nuk quhet fare musliman, sepse janë gjëra domethënë që dihen automatikisht nga çdo person që supozohet të hyjë në fe, ose supozohet që është i hyrë në fe. Siç është për shembull që Allahu është i përsosur. Nëse dikush imagjinon që Zoti ka mangësi, atëherë automatikisht quhet i dal nga feja dhe pa ditur ai ndonjë argument nga Kurani që vërteton që Allahu është i përsosur. Sepse kjo është diçka logjike në radhë të parë dhe është prej bazave që dihen në mënyrë të domosdoshme. Më pas, pika 27, po ashtu ka gjëra për të cilat ka dakordsi të plot ndërmjet dietarëve të Islamit. Dhe këto kryesisht janë ato çështje në të cilat ka argumenta të drejtpërdrejta dhe me një kuptim të vetëm të dukshëm për vërtetimin e asaj çështje, qoftë ajet apo hadith apo të dyja së bashku. Më pas, pika 28, po ashtu ka gjëra për të cilat nuk është transmetuar ixhmau, por se ka tekste fetare të prera dhe të drejtpërdrejta. Pra mund të ndodhi që ixhmau mund të jetë prezent, por nuk e ka transmetuar askush. Pra nuk ka thënë dikush në ndonjë libër prej dietarëve që i marrim si referencë, që për këtë çështje për shembull për filan gjë ka ixhma. Kjo nuk e bën çështjen që të mos jetë e prerë, pra aqkosa ka argumenta të drejtpërdrejta nga feja që e vërtetojnë atë çështje. Më pas, pika 29, po ashtu ka gjëra të cilat pranohen nga ehli suneti dhe shumica e muslimanëve. Pra që nuk janë çështje të prera, por se që janë përhapur gjerësisht tek njerëzit dhe konsiderohet shumë afër të qenurit diçka e prerë dhe e padiskutueshme. Më pas pika 30, të gjitha këto konsiderohen baza të pandryshueshme në fe, ndërsa përtej këtyre ka gjykime të cilat ndryshojnë në varësi të vendit dhe kohës. Pra, këtë thot shehu në vazhdim të hyrjes që ai ka trajtuar. Më pas pika 31, këto që konsiderohen të ndryshueshme kanë të bëjnë me fikhun dhe më specifikisht ato gjëra të fikhut që kanë të bëjnë me gjendje të veçanta dhe jo të përgjithshme. Për shembull, një person që mund të jetë në një situatë krejtësisht të veçantë dhe mund të quhet si përjashtim nga rasti i përgjithshëm dhe të marrë një gjykim të veçantë. Ndërkaq nuk themi dot që këto çështje kanë të bëjnë me akiden, për shembull që të ndryshojë diçka nga akidea, që ka pasur një gjykim deri dje dhe sot ka një gjykim tjetër, apo nga lajmet që Allahu na ka sjellë në Kur'an ose që ka sjellë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, qoftë për të shkruarën ose për të ardhmen ose për kohën profetike. Ato janë gjëra të pandryshueshme. Kurse brenda fikut ka një pjesë gjërash që janë të ndryshueshme sipas rrethanave dhe në vetvete këto i merr në konsiderat feja edhe pse mund mos ketë argumenta të drejtpërdrejta për to, por mund të ketë argumenta që ose janë të përgjithshme dhe e përfshin rastin, ose nëpërmjet krahasimit mund të arrihet deri tek një gjykim përfundimtar në lidhje me çështjen. Më pas, pika 32, për këtë arsye fetvaja ndryshon në varësi të 5 faktorëve. Dhe këta faktorë janë shumë të rëndësishëm për të pasur parasysh nga mujtehidët përpara se të japin një fetva për një çështje të caktuar. Personi, gjendja, koha, vendi dhe niyeti. Më pas, pika 33, thot hoxha, personi, thot për shembull, personi musliman nuk është një lloj me jo muslimanin dhe as i devotshmi me në gjunafqarin. Ose gjendja e rehatis nuk është një lloj me gjendjen e domosdoshmërisë.
ose kohët tona nuk janë një lloj me kohët që kanë kaluar, ose vendet islame nuk janë një lloj me vendet armike dhe as me vendet me të cilat muslimanët kanë marrëveshje. Po ashtu niyeti që përputhet me shariatin nuk është një lloj me atë që nuk përputhet e tjerë. Pra i ka dhënë këto shembuj për të ilustruar atë çfarë përmendi te 5 pikat e mësipërme. Më pas pika 34. Për këtë arsye mund të themi që dituria e ijtihadit në fushën e shariatit është si dituria e ekonomisë në fushën e dynjas. Ky në vetvete është një ijtihad i shehut, ku ai përpiqet të bëjë një krahasim midis një diturie që ka të bëjë me fen dhe një diturie që ka të bëjë me dynjan dhe thot. Pika 35. Dituria e ekonomisë në fushën e dynjas trajton menaxhimin e nevojave ose kërkesave të pakufizuara të njerëzit me mjete të kufizuara. Ndërsa pika 36, dituria e ijtihadit në fushën e shariatit trajton nxjerrjen e gjykimeve për një numër çështjesh të pakufizuar nga një numër tekste shtetare të kufizuara. Kjo është analogjia që e ka bërë ndërmjet këtyre dy gjërave. Dhe mendoj që është deri në 1% të lartë, nëse jo 100%, e qelluar. Më pas pika 37. Në çdo rast që kërkohet një gjykim duke përdorur ndonjë tekst fetar, ai shikohet nga 4 këndvështrime. Nga domethënia e fjalëve që shqiptohen, nga gjëra jo të drejtë për drejta që mund të kuptohen përmes këtyre fjalëve, nga gjëra që ato fjalë mund të përfshin dhe nga krahasimi i domethënieve të tyre me çështje të tjera. Pra kur një mujtahid merr një ajet Kurani apo një hadith profetik, ai e shikon atë nga shumë këndvështrime dhe jo nga një këndvështrim i vetëm, siç mund ta shikojë dikush prej nesh që jemi fillestar në krahasim me ta, ose që mund mos kuptojnë asgjë prej kësaj. Një fillestar mund të kuptojë për shembull një gjë të vetme nga një ajet apo nga një hadith. Një person që ka avancuar pak dhe ka kaluar në nivelin mesatar të njohurive, për shembull një hoxh, mund të kuptojë 5 gjëra nga njëjta gjë, nga njëjti tekst fetar. Ndërkaq, dikush që është i thelluar, ka arritur gradën e dietarit, ai mund të kuptojë 10 gjëra, 15 gjëra, 20 gjëra nga njëjti tekst, sepse shikon nga më shumë këndvështrime dhe arrin të nxjerrë më shumë dobi prej së njëjtës gjë. Pra ndihmon atë në këtë gjë edhe njohuria që ka, domethënë ajo që ka në memorien e tij, por edhe zgjuarësia që gëzon, si dhe devotshmëria dhe faktorë tjerë. Më pas pika 38. Për këtë arsye kërkohet zgjuarësi për realizimin e ndonjë ijtihadi në jetën reale. Dhe zgjuarësia është një cilësi të cilën Allahu ja dhuron njeriu. Por mundet që njeriu të përpiqet ta stërvisi veten për të arritur këtë cilësi, edhe nëse nuk shquhet për ndonjë zgjuarësi të madhe, për shembull që i vogël. Edhe nëse nuk është i talentuar, ama mund të stërvitet për ta përforcuar këtë cilësi dhe mund të arrijë edhe një rezultat të kënaqshëm, mund të themi. Më pas pika 39, po ashtu në lëndët e shariatit hasen shpesh termat rukhsa, që përbën lehtësim ose përjashtim nga një rregull i përgjithshëm për shkak të rrethanave të veçanta, dhe azime, që përbën rregullin standard i cili përfshin situatën e përgjithshme. Pika 40, shumë gjëra që përmend hoxha në intervistë i referon. Kjo është fjala ime, nuk është pra nuk është përmbledhje fjalës së hoxhës. Shumë gjëra që përmend hoxha në intervistë i referon me tekste fetare, ajete Kurani, sipas mënyrave të ndryshme të leximit të tyre nëse janë disa kirajete, hadithe profetike me apo pa zinxhir transmetuesish përkatës, me vargje poetike dhe me shembuj të çështjeve të ndryshme fetare në jetën e përditshme, një pjesë të mirë të së cilave po ja anashkalojmë në përmbledhje, pra për efekt kohe dhe pse ato janë shumë interesante. Më pas, pika 41, intervistuesi e pyet hoxhën nëse mund të përdoret inteligjenca artificiale si një mjet i cili e zëvendëson në mënyrë të plotë mujtahidin, pra dietarin që jep fetva, duke qenë se ajo kryen një pjesë të mirë të proceseve që personi në fjalë kryen, madje në një kohë më të shkurtër dhe shpeshherë me cilësi më të madhe. Me thënë ndryshe, është sikur një fillestar të t'i thojë dietarit të madh që X-es na duhesh me tani, sepse kemi shih ChatGPT-n dhe ai i bën gjitha punët për ne, për shembull. Pika 42, hoxha përgjigjet drejt për drejt që kjo nuk mundet,
Pasi në radhë të parë, çështja e fetvas është një çështje përgjegjësie, ajo që quhet në arabisht teklif, gjë me të cilën karakterizohen vetëm njerëzit dhe xhindët prej të gjitha krijesave, dhe jo krijesa të tjera, qofshin krijesa që janë prodhuar nga mendja dhe dora njerëzore. Më pas, pika 43, po ashtu mujtehidi duhet të ketë disa cilësi, pra ka përcaktuar feja që duhet i gëzojë këto cilësi mujtehidi, të cilat nuk mund t'i ketë asnjë krijesë artificiale, siç është frika prej Allahut dhe niyeti i mirë. Pra është kusht për personin që është në pozicionin e dhënies së fetvas për një çështje, që ai duhet të ketë frikë prej Allahut dhe duhet të ketë niyet të mirë që të arrijë tek e vërteta dhe ta udhëzojë tjetrin tek e drejta, tek ajo gjë që do Allahu. Mirë po, këtë lloj niyeti dhe këtë lloj frike dhe cilësitë të ngjashme me këto nuk mund t'i ketë as çati, as programet e tjera dhe as gjërat e tjera të ngjashme. Për këtë arsye, edhe pse mund të kryejë një pjesë të proceseve, siç e theksuam më herët, nuk mund t'i kryejë dot të gjitha. Për këtë arsye themi që si asistent është i mirë, por ama nuk është i mjaftueshëm pa praninë e personit specialist. Më pas, pika 44, fjala e autorit të përmbledhjes. E kam shënuar kështu sepse sërish është fjala ime jashtë asaj çfarë ka përmendur Hoxha. Personalisht prej kësaj kuptoj që inteligjenca artificiale dhe çdo gjë tjetër e ngjashme me të mund dhe duhet të përdoret për të na ndihmuar në gjëra të përditshme, për gjëra të dobishme. Pra për aq kohë sa kemi një objektiv të mirë, duhet i përdorim jo vetëm inteligjencën artificiale, por dhe çdo mjet tjetër që na ofron bota jonë bashkëkohore. Pra jemi pro përdorimit të këtyre gjërave për gjëra të dobishme, për qëllime të mira. Sikur të kishim një lloj asistenti shumë të zgjuar dhe shumë të ditur në dispozicion në çdo kohë dhe në çdo vend. Kjo referohet specifikisht inteligjencës artificiale, edhe nëse arrim në kohën e robotëve. Por jo në gjëra të dëmshme, pra në këtë rast e refuzojmë qoftë përdorimin e këtyre, qoftë çfarëdo lloj mjeti tjetër, dhe jo duke menduar se ato zëvendësojnë plotësisht njeriu në çdo gjë. Apo të mendosh që ato mund të punojnë në mënyrë të pavarur nga njeriu, atëherë ky është gabim fatal. Është e gabuar që ta mendosh të gjë, ato mund të na ndihmojnë, por ka gjithmonë nevojë për një person për siguri, sepse ato dhe ja fusin kot ndonjëherë. Dhe ky është, si thua, qëndrimi i ekuilibruar në raport me përdorimin e këtyre mjeteve. Se dikush shkon në një ekstrem dhe thotë, tani i kemi ato, nuk na duhen më njerëzit. Dikush shkon në ekstremin tjetër dhe thotë, mos i përdorni fare ato, se ato janë shejtan ose gjëra të tjera të kësaj natyre. Pra nga që din që mund të ndodhi diçka e dëmshme dhe realisht mund të ndodhi, kalojnë në ekstremin që thonë mos i përdor fare. Përkundërzi, ato duhet të përdoren në mënyrën e duhur, duke u përmbajtur rregullave të fesë dhe në atë rast bëhen shumë të dobishme. Pra, nuk duhet kaluar në asnjë ekstrem në raport me këto mjete, as të bojkotohen plotësisht dhe as të mbështetesh tek ato plotësisht. Më pas, pika 45, intervistuesi e pyet Hoxhën në lidhje me një institut që ai ka formuar dhe që drejton në Mauritani, me emrin Merkez Tekwin El Ulema, që përkthehet në shqip qendra për prodhimin e dietarëve. Është instituti i mësimeve fetare, i edukimit. Se çfarë bën atë të dallohet në aktivitetin e vet në Mauritani dhe në botën islame në përgjithësi. Pika 46, Hoxha përgjigje duke vënë në duke rëndësinë e madhe që kanë dietarët për ummetin dhe nevojën e madhe që kanë njerëzit për ta. Pra Hoxha gjithmonë përgjigjet me një hyrje për ta bërë sa më të qartë për dëgjuesin e intervistës çështjen që po trajtohet. Pika 47, ai vën në dukje që në mungesë të dietarëve në një vend të caktuar, njerëzit fillojnë të kontaktojnë njerëz të njohur nëpërmjet mjeteve bashkëkohore të komunikimit, ndërkohë që shpesh herë nuk ka njohin atyre biografinë. Pra mund të qellojnë me njeriu e duhur, po mund të qellojnë edhe me njeriu e gabuar. Pika 48. Po ashtu, ai vën në dukje faktin që prania e dietarëve në botë po pakësohet dhe kërkohet prej nesh të bëjmë diçka si kontribut për rregullimin e këtij problemi. Nëse shikojmë nga brezi i sahabëve, dietarët kanë qenë të shumtë dhe pastaj gradualisht kohë mbas kohe ka pasur më shumë ose më pak, por kryesisht sa më shumë i afrohesh kohës tonë, aq më shumë vijnë duke u paksuar. Nuk po themi thjesht si numër, sepse duke qenë se ummeti musliman është shtuar shumë, janë bërë gati 2 miliard musliman në botë, atëherë automatikisht edhe dietarë do të ketë shumë. Mirë po ideja është si përqindje. Pra janë të pakët në krahasim me
atë çfarë kanë qenë si përqindje më përpara. Dhe kanë ardhur duke u paksuar gradualisht, kështu që kjo është ajo që na bën të frikësohemi nga paksimi i tyre dhe të punojmë për shtimin e tyre, sipas mundësive modeste të gjithë secilit. Më pas, pika 49, në botë sot kryesisht janë prezente dy lloje metodash për marrjen e dijes fetare. E para, njëra është sipas rrugës së selefëve dhe tjetra sipas universiteteve bashkohore. Dhe Hoxha bën një ndarje të qartë ndërmjet tyre të dyjave dhe jam 100% dakord me ndarjen që ai bën, sepse këtë gjë e kam konstatuar dhe vetëm përpara dhe është gjithmonë një kënaqësi që të shikosh që njerëz me vlerë dhe me virtyte e aprovojnë një mendim që ke pasur më herët. Pika 50, kjo e dyta nuk është gjë tjetër veç se një imitim i asaj që bëhet në botën perëndimore lidhur me dituritë e fushave të tjera. Më pas, pika 51, kjo është në mos përputhje pothuajse të plot me metodën e selefëve. Mirë po këtë e kupton ai i cili e njeh metodën e selefëve deri diku mirë dhe e njeh edhe metodën perëndimore deri diku mirë. Në qoftë se nuk i njeh mirë, atëherë mund t'i duket edhe sikur janë një lloj, sikur s'kan asnjë lloj ndryshimi. Pika 52, për shembull, në fakultetet bashkohore, të cilat janë bërë të zakonshme dhe të pranuara të një numër i madh i muslimanëve, studiohen vetëm disa lëndë të caktuara në çdo fushë dhe në secilën prej tyre merren vetëm librat më të shkurtër dhe më të përmbledhur që flasin për atë lëndë. Koha është e kufizuar dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht zbatimi në vepra e asaj që studiohet. Pika 53, në këtë mënyrë dituria pjesëzohet dhe zvoglohet dhe nuk të ngop. Kjo mund të vlejë mbi të gjitha për diturinë fetare, por edhe për dituritë në çështjet e dynjas njëkohësisht. Pika 54, ndërkohë selefët tanë, pra të parët tanë, kërkonin librat më të zgjeruar në lidhje me çdo fushë, kërkonin sa më shumë lëndë që ndihmojnë dhe përforcojnë njëra tjetrën për ta trajtuar dijen si një e tërë, e merrnin çdo gjë në formë graduale, nuk kishin merakun e tyre kryesor provimet dhe diplomat, përpiqeshin të zbatonin në vepra çdo gjë që mësonin, i dedikonin pothuajse gjithë kohën e tyre studimit dhe vlerësonin shumë memorizimin. Të gjitha këto element, po ti shikosh me vëmendje, janë elemente dalluese bazike ndërmjet sistemit të selefëve dhe sistemit bashkohor perëndimor që është bërë mbizotrues edhe në vendet islame shpeshherë. Pika 55. Shumë prej fushave të dijes fetare nuk studiohen fare brenda këtyre fakulteteve që u përmendën. Dhe këtë gjë gjithashtu e kemi konstatuar. Pika 56, ndërkohë te qendra e Hoxhës në Mauritani studiohen vetëm rreth fesë, pra pa trajtuar diçka nga dynjaja, por vetëm rreth fesë, 63 lëndë të ndryshme me literaturat përkatëse. Më pas, pika 57, për shembull, vetëm fusha e Kuranit përfshin disa lëndë, pra mund të ndahet në pjesë më të vogla si memorizimin e tekstit të Kuranit, njohuritë rreth kirajeteve, pra leximeve, texhuidin, që ka të bëjë me leximin sa më të saktë dhe sa më cilësor të Kuranit, tefsirin, që është shpjegimi i Kuranit, tefsirin e ajeteve të dispozitave në mënyrë të veçantë, si thua tefsir brenda tefsirit, njohuritë rreth shkrimit të Kuranit, ulum el-Quran, që përkthehet në shqip njohuri rreth Kuranit, kjo është e përgjithshme. Biografitë e lexuesve dhe mufesirëve, që do thotë lexuesve dhe shpjeguesve të Kuranit. Pika 58, këto 8 fusha mund të konsiderohen si specializime më vete secila në fushën e gjerë të Kuranit, porse në ditët e sotme të pakat janë ata të cilët i studiojnë të gjitha së bashku. Dhe ne këtu i rikthehemi diçkaje që kemi përmendur më herët në një prej videove që kemi trajtuar deri tani, që koncepti ose fjala dietar në disa vende të botës islame konsiderohet një person i cili ka arritur që të ketë njohuri të përgjithshme në disa fusha, prej fushave të fesë, dhe në njërin prej tyre ka arritur të thellohet, pra të kalojë në nivelin e avancuar. Quhet dietar, por në disa vende të tjera, siç është rasti me Mauritaninë dhe me këtë institut konkretisht, nuk quhet personi dietar derisa të arrijë nivelin e avancuar të gjitha këto fushat që trajton feja, të cilat
mund të jenë më të shumta se sa fushat që trajtohen nëpër këto universitetet e zakonshme nëpër botën islame. Më pas pika 59, po ashtu vetëm fusha e fikhut përfshin disa lëndë, si fikhu i medhhebeve ose i shkollave juridike, fikhu muqaran ose krahasues, usul fikhu ose bazat e fikhut, fikhu i nxjerrjes së degëzimeve prej bazave, el qawaid el fiqhiyye ose themelet legjislative, el furuq el fiqhiyye ose dallimet fikhore, pra dallimet legjislative ose juridike, el jadal el fiqhi, debati juridik, biografitë e fukahave, pra dietarëve të fikut dhe historia e medhhebeve, en nawazil el mustaqil ose çështjet bashkëkohore, el adab el shar'iyye ose etika dhe sjelljet, es siyasa el shar'iyye ose politika sheriatike, el qada ose gjykimet e gjykatave, el hisbe ose urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pika 60. Po ashtu edhe te kjo fush, pak janë ata të cilët i studiojnë të gjitha lëndët, ndërkohë që literatura është e shumtë. Pika 61, vetëm në fikhun e medhhebeve, për të ilustruar këtë, kemi libra ku përmendet vetëm mendimi përfundimtar i medhhebit. Libra ku përmenden të gjitha mendimet brenda medhhebit, sepse ka raste që dietari që udhëheq një medhheb mund të ketë ndryshuar mendim në lidhje me një çështje ose disa çështje të caktuara të sheriatit. Më pas, libra ku përmenden argumentat fetare përkatëse së bashku me mendimet brenda medhhebit. Pra përmenden edhe ajetet e Kuranit dhe hadithet profetike ose etheret e sahabëve që ka marrë autori si bazë për nxjerrjen e një përfundimi. Më pas, libra ku krahasohet mendimi përfundimtar i medhhebit me mendimet përfundimtare të medhhebeve të tjera. Më pas, libra ku krahasohen të gjitha mendimet brenda një medhhebi me të gjitha mendimet brenda medhhebeve të tjera. Shikoni se si vjen duke u zgjeruar sasia e informacionit. Dhe fundit, libra ku krahasohen të gjitha mendimet me argumentat përkatëse ndërmjet të gjitha medhhebeve dhe jepet një terxhih ose përfundim nga ana e autorit. Për shembull, në këtë lloj libri, siç shumë prej këtyre ne i kemi marrë dhe po i përkthejmë tashmë në kanalin tonë YouTube, por për ta ilustruar, tek lënda e fikut ne kemi marrë një libër me 25 vëllime me titull Mawsu'atul Fiqh ala Madhahibil Arba'a, autor nga Egjipti që e ka përfunduar librin në Turqi, i cili thot për shembull për një çështje të caktuar. Në këtë çështje, medhhebi Hanefi ka filan qëndrim dhe argumentohet me filan ajet, filan hadith, filan ether. Pastaj kalon dhe thot, medhhebi Maliki ka filan qëndrim dhe argumentohet me filan ajet, filan hadith, filan ether. Më pas thot për shembull, medhhebi Shafii ka filan qëndrim dhe filan qëndrim, se mund të ketë ndryshuar mendim për shembull Imam Shafiu mbas një farë kohe, siç njihet që ka ndryshuar mendim për shumë çështje kur ka lëvizur nga gadishulli arabik për në drejtim të Egjiptit. Dhe thot që bazohet tek mendimi i parë bazohet te filan ajet, filan hadith, filan ether, tek mendimi i dytë bazohet filan ajet, filan hadith, filan ether. Imam Ahmedi më pas tek medhhebi Hambeli ka filan qëndrim dhe bazohet filan ajet, filan hadith, filan ether, dhe në fund fare mund të thojë autori që personalisht mendoj që filan mendim është mendimi më i saktë për shkak se ka filan kundërpërgjigje ndaj opinioneve të tjera dhe në fund fare thot Allahu i di më së miri dhe i vendoset vulat çështjes. Më pas, pika 62. Po ashtu, vetëm fusha e hadithit përfshin disa lëndë si leximi i haditheve me zinxhirët përkatës të transmetimit. Tefsir i haditheve, pra shpjegime, ashtu siç kemi tefsir Kurani. Ilm mustalah el hadith, që është baza e njohurive të fushës së hadithit. Kryesisht trajton domethënë zinxhirët e transmetimit edhe kategorizimet e haditheve dhe kur quhet sahih, kur quhet dhaif etj etj. Ilm er-rijal, pra biografitë e transmetuesve. Rijal në këtë rast ka për qëllim burrat që kanë transmetuar hadithe. Më pas takhrij,
Pra, analiza e gradës së saktësisë së hadithit me referenca, ke gjetur një hadith në filan libër, thua që filan hadith, është transmetuar në filan libër, filan koleksion, me filan zinxhir, secili prej zinxhirëve ka këta transmetues, këta kanë filan biografi dhe hadithi ka filan grad. Për shembull, hasan, sahih etj. Ilal el hadith, pra njohurit rreth problematikave të veçanta të disa transmetimeve, historia e shkrimit të sunetit, ajo që quhet në arabisht tadwin as-sunna an-nabawiyya, adilatul ahkam, pra treguesit e dispozitave, as-sunna al-mutakhassisa, pra njohuri mbi tema të veçanta bazuar mbi sunetin. Më pas pika 63, më pas diçka e ngjashme mund të thuhet për gjuhën arabe, për biografinë profetike, për historinë e tjerë. Më pas pika 64 e pyet intervistuesi Hoxhën me habi nëse të gjitha këto lexohen në merkezin e tij, pra në qendrën në institutin që ai ka hapur, dhe ai përgjigjet që po, dhe janë në total 63 lëndë të tilla që trajtohen aty. Më pas pika 65, më pas e pyet se si është e mundur që të përcaktohet një gjatësi kohore e përafërt për studimin e të gjitha këtyre. Pika 66 përgjigjet që janë përpjekur të bëjnë një vlerësim të përafërt. Ndoshta nuk mund të ketë një vlerësim 100%, por mund t'i afrohen asaj përfundimtares. Te ky moment i intervistës ka nevojë të theksojmë diçka që intervistuesi ndoshta pa dashje ose ndoshta nga mungesa e kohës në dispozicion e ka ndërprer Hoxhën nga vazhdimi i zbërthimit të gjitha lëndëve, sepse ndoshta ka dashur që dhe lëndën e gjuhës arabe ta ndante në lëndë më të vogla si këto që u përmendën për Kuranin, hadithin edhe për fikhun. Nuk ka përmendur akoma dhe akiden, nuk ka përmendur historinë se si ndahet, sepse secila prej atyre që ai përmendi ndahet në pjesë më të vogla, dhe personalisht do të dëshiroja shumë t'i dëgjoja ato ndarje, por se kjo nuk është pjesë e intervistës. Nuk ja marrin për keq intervistuesit, pavarësisht se jam i mendimit që ka gabuar në këtë rast. Por se e kemi si objektiv që ta mësojmë në të ardhmen se çfarë ndarje i bën Hoxha kësaj gjëje, duke qenë se kjo na ndihmon dhe në projektin ton, sepse jemi duke bërë një ndarje të ngjashme, jemi duke organizuar dijen në përgjithësi. Dhe kur një njeri i këtij kalibri ka bërë një punë kaq të madhe paraprakisht, kjo padyshim që neve, nëse njihemi me të, na i lehtëson gjërat në maksimum. Por duhet të themi që në shumë gjëra jemi në një linjë edhe pa u njohur akoma. Mbasi të njihemi, inshallah, ritmi do të marri akoma më shumë ngritje. Më pas, pika 67, ndërkaq Hoxha e pranon që ky ka lindur si projekt në vendin e tij, por është i aplikueshëm gjithandej nëpër vende të tjera dhe pranon përmirësime. Pika 68, pra mundet që një aplikim i tij në të ardhmen diku në botë të jetë edhe më i mirë se vetë origjinali. Në këtë rast, kjo ka të bëjë edhe pak me modestinë e Hoxhës, sepse faktikisht nuk është e lehtë që ta tejkalosh këtë nivel që ata kanë arritur, është një nivel shumë i admirueshëm dhe shumë i vështirë për t'u sfiduar. Unë të paktën e krahasoj me çfarë kam parë nëpër pjesë të tjera të botës islame. Për shembull, kemi hasur modele edukative në botën islame nga Arabia Saudite, apo nga Kuvaiti, apo nga Emiratet, apo nga Katari, apo nga Turqia, apo nga Iraku, apo nga Siria, apo nga Egjipti, apo nga Malajzia, nga Indonezia, Pakistani, India, pra nga vende të ndryshme, dhe them që modeli i këtyre për mua ngelet i preferuari deri tani. Dhe e theksoj që është shumë i vështirë për t'u sfiduar, por Hoxha e pranon që mund të ketë edhe më mirë, padyshim. Edhe sikur të mos ketë për momentin, mund të arrihet me kalimin e kohës, edhe kjo do të thënë njëkohësisht është e vërtetë. Dhe ajo që është me rëndësi për popullin shqiptar, për muslimanët e këtij vendi në veçantë, është që do të ishte mirë që dhe ne të hapnim ndonjë deg të një instituti të tillë në vendin tonë, në mënyrë që të arrihen dobi të ngjashme me ato që janë arritur në vendin e Hoxhës, në Mauritani. Më pas, pika 69,
njeriu bëhet dietar atëherë kur i zotëron të gjitha lëndët e dijes që u cekën më sipër deri në një nivel të kënaqshëm. Pra ky është përkufizimi që ata kanë në vendin e tyre për dietarin. Dhe është përkufizimi i admirueshëm. Më pas pika 70. Te ky merkez pranohet si nxënës dikush që e di arabishtën shumë mirë dhe e di Kur'anin përmendësh sipas të paktën 2 leximeve, 2 kirajeteve. Pra kjo tregon që nuk është e lehtë të pranohesh në këtë institut, nuk është për fillestar dhe nuk është për çdo kategori nxënësish, por është për një kategori nxënësish që kanë arritur një farë niveli dhe dëshirojnë një nivel akoma më të madh. Pika 71. Zakonisht mosha më e vogël që dikush i ka këto njohuri të mjaftueshme për të regjistruar është 17 vjeç. Nuk është diçka fikse, por kjo është më e zakonshme që ka hasur shehu në përvojën e tij. Më pas pika 72. Më pas studion për rreth 17 vjet të tjera dijet që u përmendën në merkez. Pra del 34 vjeç nga merkezi dhe nëse ka pasur rezultate të mira do thotë që quhet dietar në atë moment. Më pas pika 73. 10 vitet e para të këtij merkezi për nxënësit janë më të vështira nga aspekti i sasisë së madhe të memorizimit, ndërsa 7 vitet e fundit janë më të lehta sepse përbëhen kryesisht nga kërkime, diskutime dhe jo memorizim. Më pas pika 74. Në total janë marrë si referencë nga merkezi 226 libra që përfshin këto njohuri. Dhe këtu thotë 226, po disa prej këtyre mund të jenë me disa vëllime. Dhe kjo e bën domethënë sasinë e materialit që studiohet të konsiderueshëm. Më pas pika 75, kjo sepse është për qëllim formimi i dietarëve edukues për umetin dhe jo thjesht memorizues mekanik të dijes si robot. Pra dhe ky në vetvete është një objektiv gjigant dhe lutem Allahun që të na mundsoj dhe ne dhe t'ia mundsoj dhe atyre dhe ta bëj të mundur anë mban botës islame. Më pas, pika 76, ndërsa aspekti edukativ është ndarë në 3 pjesë. Aspekti i adhurimit, aspekti i virtyteve, stërvitja me mjetet dhe njohuritë bashkëkohore. Pra brenda këtij merkezi nuk ka thjesht shpjegime dhe pyetje-përgjigje ose testime, por ka edhe një stërvitje praktike që njeriu të zhvillojë cilësitë dhe virtytet që i lavdëron feja islame. Pra ka për qëllim ta bëjë njeriu njeri të devotshëm dhe të nderuar në të gjitha aspektet. Dhe jo thjesht që të jetë nxënës i mirë, por të jetë njeri i mirë në tërësi dhe nxënës i mirë në të njëjtën kohë. Pika 77. Ka raste që në një vend të caktuar të ketë nxënës të interesuar për të marrë pjesë në mësimet e merkezit, por të mos jetë mundur për të ndërtuar në një degë e merkezit në atë vend. Në këtë rast është e mundur ndjekja e mësimeve me kamerë nga distanca dhe komunikimi drejt për drejt me mësuesit. Pra e ofrojnë shërbimin e tyre edhe online, duke komunikuar në mënyrë të drejt për drejt me kamerë, me biseda qoftë në klasë apo individuale. Dhe kjo në vetvete është një lloj nderi i madh që i bëjnë ata nxënësve anë mban botës islame. Më pas, pika 78, e pyet intervistuesi hoxhën se si mund të orientohet ai që dëshiron të hyjë rrugës së kërkimit të dijes sheriatike, duke pasur parasysh që ekzistojnë shumë metodologji në qarkullim nëpër qendra të ndryshme të përhapjes së dijes. Pika 79, hoxha përgjigjet se ka 7 kushte që duhet të plotësohen dhe 7 gjëra plotësuese krahas këtyre kushteve. Gjithmonë me vlerësimin e tij. Largimi nga angazhimet. Dhe këtu bie dakord 100%. Modestia, largimi nga qefet. Të gjitha biem dakord, po atë të parën e theksova sepse është një problem që është shumë i përhapur në realitetin shqiptar tek kërkuesit e dijes, që kanë vështirësi për të pasur kohë të lirë në dispozicion për të mësuar, për shkak se nuk kanë edhe rroga në dispozicion që t'u lirojnë atyre kohën. Pra detyrohet personi që të jetë hoxh, po njëkohësisht të jetë edhe punëtor picerie, apo punëtor në servis telefonësh, apo punëtor në bujqësi, apo punëtor në një gjë tjetër. Pra detyrohet që të bëjë një farë pune për të fituar të ardhurat dhe më pas në kohën që i mbetet të studiojë. Ndërkohë që kjo lloj dije kërkon që ti mundësisht mos merresh me asgjë tjetër. Sepse aq shumë kohë të merr, aq shumë kohë ka nevojë njeriu që të përparojë me një shkallë të admirueshme në të. Ndërsa nëse do një nivel modest, atëherë edhe sikur të punoj 12 orë në ditë, prap ka mundësi njeriu të përparojë në dije, të mësoj. Po, sasia që mëson është minimale, shumë e vogël. Këtë themi që ata që
punojnë të mos justifikohen për të thënë që s'kemi kohë të mësojmë, por në të njëjtën kohë ata që duan t'i futen fushës të qenurit hoxh, duhet që vëllezërit e tjerë në përgjithësi të gjejnë mënyra për t'u aliruar atyre kohën në mënyrë që ata të përkushtohen ndaj marrjes së dijes dhe dhënies së dijes. Vazhdojmë. Pra, largimi nga angazhimet, modestia, largimi nga qefet, devotshmëria, vendosja e vetes ose e mjeteve në dispozicion në rrezik për hir të dijes, stërvitja në kundërshtimin e tekave dhe veprimi me dijen. Tani, te këto pika që përmend hoxha ka për qëllim edhe largimi nga disa hallale, edhe pse janë halal. Por thotë largimi nga qefet për shembull ose kundërshtimi i tekave. Nuk ka për qëllim thjesht ndalimi nga gjërat e ndaluara, ajo është e padiskutueshme edhe te një njeri që nuk e kërkon dijen, pra që nuk e kërkon me themel, siç e kërkon një nxënës i mirëfill. Po ka për qëllim ato hallalle që të pengojnë ose nuk të ndihmojnë në përparimin tënd si student. Më pas, për sa u përket gjërave plotësuese, ato janë mësuesit, ikhlasi dhe më pas ndalon këtu. Pika 81, intervistuesi e ndërpret hoxhën duke pyetur se si mundet kërkuesi dijes të ruajë veten e tij nga rreziqet e zemrës, ndërkohë që ai merr dije dhe jep mësim për njerëzit përmes mjeteve të shumta që ka në dispozicion, të cilat mund t'i ofrojnë një famë të shpejtë. Dhe pika 82, hoxha përgjigjet se kjo realizohet përmes stërvitjes që kryhen në procesin e edukimit, siç u përmend edhe më herët. Këtu intervistuesi ka për qëllim që dikush mundet që sapo ta ketë kaluar nivelin e fillestarit në dije. Dhe është bërë nxënës dije, siç e emërtojmë ne në vendin tonë, por nuk është në nivelin e dietarit, është shumë larg nivelit të dietarit. Ama ka mësuar disa gjëra që ja ka kaluar xhamatit të thjeshtë. Në këtë moment mundet që nëpërmjet mjeteve bashkëkohore, nëpërmjet qoftë YouTube-it apo website-eve apo rrjeteve sociale, mundet që ai të bëhet i famshëm në vendin e vet. Sepse ligjëratat që ai mban mund të përhapen me një shpejtësi shumë të madhe dhe mundet që të fitojë një famë më të madhe nga ç'është kapaciteti i tij vet. Qoftë dija e tij apo devotshmëria e tij. Pra, mund të bëhet më i famshëm nga ç'e meriton të jetë. Dhe kjo në vetvete nuk është gjë e keqe, kjo është gjë e mirë sepse ai për aq kohë sa flet për gjëra të mira, le të mos ketë kapacitet maksimal, por se ndikon për mirë tek çdo kush që e dëgjon. Mirë, por problemi është që ai vetë është i rrezikuar në këtë moment që mund ta preki mendjemallësia, apo mund ta preki syfaqësia, apo mundet që të mendoj gabimisht për veten se kur është diçka më lart nga ajo që është në të vërtetë, edhe nëse nuk arrin në mendjemallësi të mirëfillt. Për këtë arsye, hoxha përmend që stërvitja që ai bën në merkez dhe që duhet ta stërvisë veten vazhdimisht, është që të ruhet, domethënë që të mos ndikohet nga këto gjëra, por thjesht të vazhdojë me modesti dhe me përulje detyrën e tij, sepse është thjesht duke kryer një detyrë për hir të Allahut me mjetet që ja ka dhënë Allahu dhe rezultati sërish është në dorë të Allahut. Mundet që nxënësi të bëhet më i famshëm se hoxha, pra se sa dietari që ja ka mësuar atij këto gjëra. Kjo nuk e bën që të jetë me kapacitet më të lartë se sa dietari. Dhe dietari ka sevap për çdo të mirë që bën edhe ky që jep mësimin, sepse ai e ka mësuar, ai është bërë shkak që ai të arrijë në këtë nivel. Të gjitha këto gjëra janë për t'u pasur në konsiderat nga ata që janë të kësaj fushë. Pika 83, nuk e dëmton shpërblimin e tij çdo e mirë që i vjen prej Allahut nga gjërat e dynjas, se kjo është një prej atyre të mirave që u përmend, duke qenë dija që ai merr sebeb për aq kohë sa nuk ka pasur diçka të tillë si qëllim. Për aq kohë sa ai nuk kërkon famën nëpërmjet kësaj dije, por kërkon të kënaqë Allahun dhe fama i vjen vetvetiu, atëherë nuk ndikon kjo te sevapet e tij. Le të bëhet edhe njeriu më i famshëm në botë, për aq kohë sa ai vazhdon me të njëjtin nivel sinqeriteti, është në rregull dhe sevapet i ka në xhep, në thonjza. Pika 84. Kur dikush fillon të bëhet i famshëm, pëlqehet që njerëzit që mund të kenë ndikim tek ai ta përkujtojnë për të qenë i devotshëm dhe për të ruajtur nga të këqijat. Pra kjo është këshill për të tjerët dhe jo për atë personalisht. Më pas, pika 85, e pyet intervistuesi hoxhën se a ka ndonjë renditje të dijeve sheriatike për nga aspekti i rëndësisë së tyre, veçanërisht në kohën që jetojmë. Pika 86, hoxha përgjigjet që edhe selefët i kanë renditur njohuritë sipas rëndësisë dhe nevojës, gjë e cila ndryshon në varësi të vendit dhe kohës.
Dhe kjo është normale sepse jeta e njeriut nuk është e pakufizuar në dynja, por është shumë e kufizuar. Për këtë arsye, kur nuk e ko t'i bësh të gjitha gjërat që do përpiqesh të bësh ato që janë më të nevojshme për t'u bërë. Më pas, pika 87, sidomos për ata se puna jon që nuk janë lindur dhe të janë rritur në Islam, por kanë pranuar Islamin gjatë jetës. Pastaj me kalimin e kohës kanë kuptuar rëndësinë e fesë, pastaj kanë kuptuar rëndësinë e dijes, pastaj i është dhënë mundësia që t'i hyjnë diturisë. Pra që jemi shumë hapa mbrapa dhe shumë me vonesë. Normalisht që do t'i shikojmë gjërat me përparësi, me renditje, dhe jo t'i konsiderojmë si një gjë e tërë të gjitha. Pika 87. Në merkez gjithashtu ka gjithashtu një grup prej 13 dietarësh të mëdhenj të vendit, të cilët vazhdimisht kontrollojnë punën e nxënësve dhe mësuesve dhe përpiqen dhe diskutojnë për çdo lloj mundësie përmirësimi në cilësinë e punës, të cilësisë së punës. Dhe kjo është një gjë shumë e nevojshme në çdo lloj fushë që dikush duhet të kontrollojë vazhdimisht cilësinë për ta përmirësuar gjithmonë. Pika 88 e pyet intervistuesi Hoxhën se si mundet që njeriu i thjesht të bëjë dallimin ndërmjet një dietari edukues të mirëfillt dhe një personi të famshëm që ka diploma, por se nuk e ka arritur këtë grad, pra gradën e dietarit edukues. Pa thjesht ka imazhin, por nuk ka kapacitetin. Pika 89. Hoxha përgjigjet që çdo person në këtë botë ka pjesën e vet të ijtihadit dhe të taqlidit, pra ndjekjes së verbër, pa ditur argumenti përkatës për një çështje. Pra deri aty ku është e lejuar që të ketë ndjekje e verbër, se çdo kush që është fillestar në një fushë do ndjekë dikë verbërisht në fillim tek ajo fushë, derisa të fillojë të aftësohet, pastaj s'ka më nevojë ta ndjekë verbërisht në disa çështje sepse arrin të bëjë vetë dallimin që kush është më e saktë, pastaj gradualisht mund të bëhet edhe pothuajse plotësisht i pavarur. Pika 90. Njerëzit janë në grada të ndryshme, dikush është mujtehid në një medhheb, dikush është mujtehid absolut, do të thënë që ka njohuri nga të gjitha medhhebet dhe nga të gjitha lëndët, dikush në një lëndë, dikush në të gjitha, dikush është studiues mesatar dhe dikush fillestar fare. Pika 91. Ijtihadi i fillestarit është në kërkimin e personit të cilit duhet i referohet për çështjet e veta të dijes, dhe kjo arrihet duke bërë ai përpjekjen e tij të kërkimit me sinqeritet, duke u mbështetur Allahut me gjithë zemër. Pra këtë ka në dorë të bëjë fillestari dhe për aq përgjigjet në ditën e gjykimit. Nëse nuk e tejkalon këtë fazë, domethënë me kalimin e kohës, aq sa ka afat në testim. Pika 92 e pyet intervistuesi Hoxhën se kush meriton të quhet dietar edukues. Pika 93, Hoxha përgjigjet se është ai i cili u mëson gjërat njerëzve në mënyrë graduale. Më pas pika 94, gjithashtu është ai i cili u flet njerëzve me atë mënyrë të cilën ata e kuptojnë, ndonse di të flasi edhe me terma të vështirë, të hollësishëm, pra u thjeshton gjërat. Këtu është e rëndësishme të përmendim diçka, që shpesh herë një pjesë e njerëzve që dëshirojnë thjesht të arrijnë famë, përpiqen që të ndikojnë tek njerëzit duke folur me fjalë sa më të mëdha dhe sa më fjalë të vështira për të kuptuar dhe fjalë që i njohin sa më pak njerëz. Në këtë mënyrë, ata domethënë duken si njerëz shumë të ditur. Dhe sidomos kjo më së shumti ndodh në fushën e filozofisë dhe filozofëve, të cilët e kanë si proces pune që kur i hyjnë filozofisë, në radhë të parë studiojnë gjuhën e filozofisë, sepse është një gjuhë, domethënë, pothuajse si një gjuhë më vete, edhe pse çdo fushë e dijes, qoftë fetare, qoftë shkencore, ka fjalorin e vet të posaçëm, por filozofia ka pothuajse një gjuhë më vete. Dhe përpiqen të përdorin terma që të tjerët nuk i kuptojnë ose shumë pak veta i kuptojnë. Ndërkohë që mund të kenë shumicën e audiencës njerëz të nivelit të thjeshtë, të cilët nuk e kuptojnë fare të çfarë po flitet. Për këtë arsye, duhet që ky që konsiderohet si dietar edukues të flasë me atë gjuhë që njerëzit e kuptojnë, dhe sikur ai të di të gjitha këto gjuhët e tjera. Duhet t'i bëjë gjërat sa më të thjeshta dhe jo sa më të vështira. Sepse qëllimi i tij është i mirë, është që njeriu ta kuptojë dhe jo që njeriu mos ta kuptojë. Kurse qëllimi atyre që duhet të duken është që njerëzit mos ta kuptojnë dhe duke mos e kuptuar të mendojnë që ky është njeriu shumë i ditur, shumë i zgjuar, shumë i aftë, shumë i përparuar, shumë intelektual etj. Mirpo kjo nuk përputhet me objektivat e Islamit, për këtë arsye hoxhallarët duhet të ruhen nga gjëra të tilla dhe duhet të flasin sa më thjesht që të jetë e mundur për njerëzit. Dhe këtë e ka përcaktuar feja, nuk është se është shpikje e jona. Më pas,
Madje mund të themi edhe diçka, në qoftë se dikush këmbgul në një debat për shembull midis një hoxhe dhe një personi tjetër që ose një muslimani le të themi, se nuk është e domosdoshme të jetë hoxh, këmbgul për të folur me këto termat e mëdha, atëherë mundet që ne t'i kthejmë përgjigje duke folur me një gjuhë që ai nuk e kupton. Për shembull, nëse dikush na flet me gjuhën e filozofisë dhe gjithë njerëzit hutohen thonë çfarë po thotë ky, çfarë janë këto fjalë, ne mund t'ia kthejmë përgjigjen në arabisht dhe ai nuk e di se çfarë ne jemi duke folur. Dhe analogjia është pothuajse e plot, sepse ai po flet një gjuhë që është e huaj për njerëzit dhe ne dim të flasim gjuhë që janë të huaja për njerëzit. Nëse ai e di arabishtën, i flasim anglisht, i flasim frëngjisht, i flasim një gjuhë tjetër. Kjo është për ta ilustruar që duhet folur në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Pra nuk është për qëllim që të dukemi se kur dim shumë, por është për qëllim që të kuptohet ajo çfarë po thuhet. Më pas, pika 95 e pyet intervistuesi hoxhën se cila është lidhja ndërmjet fetvas dhe realitetit dhe a duhet që muftiu të jetë prej atyre që e jetojnë atë realitet patjetër. Pika 96, hoxha përgjigjet që për dhënien e fetvas duhet patjetër që muftiu të njohë të gjitha hollësitë e nevojshme të pyetësit konkret dhe rrethanave të tij. Pra jo domosdoshmërisht ta jetojë atë realitet, por informacion duhet ketë. Nëse i mungon ky informacioni që ai ta kuptojë se si është ky realitet, atëherë nuk jep dot gjykim, nuk jep dot fetva. Dhe ndonjëherë mund të ndodhi me një qëllim dashakeq nga ana e pyetësit që nuk e shpjegon realitetin e vendit për shembull ose të kohës ose të një grupi caktuar njerëzish hoxhës dhe i bën një pyetje që të marrë përgjigjen që dëshiron. Ndërkohë që një hoxh i zgjuar në këtë moment kur e kupton që bëhet fjalë për një situatë që ai nuk e ka hasur ose që nuk është e zakonshme në vendin e tij, duhet të pyesë vetë dhe të kërkojë informacion. Por si është puna në vendin tuaj, si qëndron kjo çështje? Ç'a halli keni, ç'a situate jeni? Dhe më pas mund të arrijë në një përfundim të drejtë. Nëse merret fjala e hoxhës dhe keq përdoret në këtë lloj forme për tu vendosur në kontekst të gabuar, përgjegjësinë e mban ai që e ka bërë pyetjen gabim. Më pas, edhe në rast se do të tregoj hoxha neglizhues për kërkimin e informacioneve atëherë kur e kupton që ka nevojë për informacion, atëherë themi që ai do të mbante përgjegjësi. Më pas, pika 97, edhe pyetje përgjigje të shkurtra të përgjithshme që bëhen zakonisht nga larg nëpër emisione live ose të ngjashme, bëjnë pjesë vetëm te mosimdhënia dhe jo te fetvaja. Këtë thekson hoxha gjatë intervistës. Dhe këtu neve vëmë në dukje që feja nuk mësohet duke lexuar thjesht pyetje përgjigje të përkthyera të shkëputura nga regjistrime të ndryshme të dietarëve në internet. Por feja mësohet duke u marrë gjërat, duke marrë lëndët tek e tek në formë të plotë, nga fillimi deri në fund të gjitha kapitujt. Dhe jo një fjali këtu, një fjali këtu, një fjali atje dhe të bëhet çdo gjë lëmsh. E themi këtë sepse kjo lloj dukurie është përhapur në vendin tonë, por edhe më gjerë, dhe është një dukuri shumë e dëmshme që sjell si produkt që një pjesë e xhamatit ta keq kuptoi fen, keq kuptoi shumë gjëra prej fesë. Më pas, pika 98 e pyet intervistuesi hoxhën në lidhje me një çështje konkrete që ka ndodhur në vendin e tij në Libi, pra intervistuesi është nga Libia, ku dietarët e vendit kanë dhënë një përgjigje që duhet të bojkotohen mishrat që vijnë nga vendet e huaja ose jo muslimane, qoftë edhe nëse njihen si vende të krishtera. Ndërkohë që ne dimë që mishin që e thjerrin xifut ose të krishterët, muslimanët lejohet ta konsumojnë sipas rregullave të fesë. Pika 99. Hoxha përgjigjet duke thënë që kjo nuk është fetva për një rast specifik, por bën pjesë të rasti i përgjithshëm i ndalesës së konsumimit të mishit që nuk është halal. Dhe më pas e arsyeton. Pika 100. Ai sqaron se vendet që njihen nga shumë muslimanë si të krishtera sot nuk janë realisht të krishtera, por laike. Pra e kanë shkëputur fen nga çdo gjë me rëndësi në jetën e popullit. Me atë parimin e famshëm që çfarë është e Zotit i takon Zotit dhe çfarë është e Çezarit i takon Çezarit. Një fjali domethënë që njihet në një pjesë të mirë të botës së krishterë. Më pas pika 101, edhe shumica e popullsisë atyre vendeve, kryesisht Europa mbi të gjitha, nuk është më e krishterë, por edhe ajo pjesë që është nuk bazohet më te feja
por te rregullat e shtetit përkatës në gjërat e jetës së përditshme. Pika 102, te rasti i thertoreve, shpeshherë ata nuk respektojnë as rregullat e fesë së krishterë dhe as fesë islame në therrjen e mishit, për këtë arsye nuk duhet të importohet mishi prej tyre dhe duhet që populli libjan t'i përmbajë udhëzimin të marrë nga dietarët e vendit. Kjo është tamam një përgjigje e një personi që e njeh realitetin. Ndërsa një person që nuk e njeh realitetin mund të thoshte shkurtimisht, okay, vendet e krishtera dhe vendet që futen lejohet hahet mishi i tyre sepse është e lejuar në Kur'an dhe kaq. Ndërkohë që po ti hysh me detaje, ato që i referohet kjo lloj përgjigje që kanë dhënë dietarët e Libis nuk ka të bëjë me atë që përmendet në Kur'an në ajetin që njohim të gjithë. Më pas, e pyet intervistuesi Hoxhën se si duhet të veprohet kur përhapen mes njerëzve mendime të ndryshme në lidhje me çështje fetare, qoftë edhe mes kërkuesve të dijes. Pra kur njëri thot një gjë, dikush thot një gjë tjetër, dikush thot një gjë tjetër dhe nuk kanë për shembull dakordsi. Pika 104, Hoxha përgjigjet se mendimet e ndryshme përhapen vetëm në çështjet e ijtihadit dhe ato janë të pakta në krahasim me çështjet e prera. Dhe kjo vlen edhe në kohët e vjetra edhe në kohët tona gjithashtu. Pika 105, në këtë rast askush prej muxhtehidëve nuk ka shpallje, por përpiqet të gjejë më të saktën. Të gjitha palët shpërblehen dhe asnjëra nuk ndëshkohet. Me parimin e famshëm që përmendet në hadith, kur gjykatësi tenton të gjykojë për një çështje dhe ja qellon, ka 2 shpërblime dhe kur tenton të gjykojë dhe gabon, ka 1 shpërblim. Më pas pika 106, gabim fatal është të trajtohen çështjet e ijtihadit si çështje ixhmau, sepse kjo shkakton armiqësi mes muslimanëve në mënyrë të panevojshme. Pra, këtë lloj gabimi ne e shohim ndonjëherë në realitetin ton, por është një gjë që duhet shmangur në mënyrë që të ruhet uniteti i muslimanëve dhe të gjithë të punojnë brenda një projekti dhe secili të ketë detyrat e veta. Pra kjo bie ndesh me këtë lloj objektivi. Dhe jo vetëm që bie ndesh, por bie ndesh pa sjellë asnjë lloj dobie sepse është thjesht keqkuptimi i atyre që e kanë këtë si keqkuptim. Pika 107, fjala ime, pra koment nga ana ime, këtë gjë e nxisin shumë agjenturat armike. Pra unë personalisht jam i mendimit që sionistët në veçanti këtë lloj gjëje kanë si mjet për përçarjen e muslimanëve. Dhe ata i kanë studiuar mirë çështjet e fesë dhe e dinë se kush është çështja ixhmau dhe kush është çështja ijtihadi dhe pastaj nxjerrin njerëzit e tyre, të cilët mund të kenë marrë një sasi dije dhe përpiqen të bëjnë referenca në botën islame për të shkaktuar dëm dhe fillojnë të kapin te çështjet e shariatit duke akuzuar palën tjetër që ka mendim ndryshe ose që shpreh një mendim ndryshe, duke akuzuar si njerëz të prishur apo njerëz të devijuar apo të dalë fare nga feja, pra në forma nga më të ndryshmet. Dhe kjo shkakton që njëri hoxh të ketë disa tifoz, hoxha tjetër disa tifoz dhe të dyja palët të zihen me njëra tjetrën ose me pakta të urrejnë njëra tjetrën dhe të mos bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Normalisht ata e kanë studiuar mirë këtë gjë, janë ushtallar të vjetër të kësaj pune. Historikisht që futët kanë bërë veprime të kësaj natyre edhe me krishtërimin janë përpjekur ta devijojnë që në kohën e Palit, gjë për cilën do të flasim inshallah kur vi koha, edhe me islamin që në fillim në kohën e sahabëve me Abdullah ibn Seben, por edhe brez pas brezi në momente të tjera ka pasur nga një grup prej xifutëve që kanë bërë veprime të tilla, kanë shpikur sekte ose kanë shpikur fe të reja, duke bërë shkatrim në tokë në kundërshtim me vetë parimet e fesë të tyre. Dhe në ditët tona kjo është prezente në maksimumin e maksimumit sepse sekti sionist i xifutëve ka fituar më shumë pushtet nga çka pasur ndonjëherë dhe kjo bën që edhe ndikimi i tyre të jetë më i madh nga çka qenë ndonjëherë në të kaluarën. Më pas, pika 108, Hoxha përmend gjithashtu që ijtihadi i një muxhtehidi mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Pra mundet që dikush, edhe pse është dietar shumë i madh, mund të ketë një mendim për një çështje, por me kalimin e kohës arrin të kuptojë që ka qenë gabim dhe kalon tek një mendim tjetër. Pra kjo është e mundshme dhe plotësisht e justifikuar, madje e kërkuar fetarisht nga ana e personit. Pika 109, 98 çështje njihen në medhhebin Maliki, ku Imam Maliku, pra Malik ibn Anas, ka ndryshuar mendim për një çështje ku ka pas bërë ijtihad më herët. Pika 110, ndërkohë Imam Shafiu njihet që ka një medhheb të vjetër dhe një të ri. Pra ka akoma më shumë çështje të tilla ku ka ndryshuar mendim.
Pika 111, Imam Ebu Hanifeja gjithashtu ka libra ku përmenden çështje në të cilat ka ndryshuar mendim. Pika 112, po ashtu përmendet për Imam Ahmed ibn Hanbelin nga nxënësit e tij se ka 13 çështje në të cilat janë përmendur prej tij nga 10 transmetime, pra mund të ketë ndryshuar mendim edhe më shumë se një herë për të njëjtën çështje. Pra që u është rikthyer shumë herë dhe ka ndryshuar edhe mendim. Pika 113, e pyet intervistuesi Hoxhën se kur konsiderohet heshtja me përparësi për mujtehidin në lidhje me diçka dhe kur është detyrë për të përgjigja. Pika 114, Hoxha përgjigjet se ka raste kur mujtehidit i lejohet të heshti pasi ka bërë një analizë të mirë të situatës së rrethanave, por se nuk duhet të heshti në lidhje me ato gjëra të cilat janë të ditura botërisht, që janë të këqija dhe përhapen mes njerëzve. Gabim të cilin e bëjnë një pjesë e dietarëve sot, dhe këtë e themi me një keqardhje shumë të madhe, kryesisht në botën arabe. Në pika 115, nëse nuk arrin të dëgjohet fjala fare në popull, pra e shpërfill populli totalisht, atëherë është më mirë për të që të largohet dhe të izolohet nga bota, por se ky është një rast i veçantë, i cili praktikohet kur nuk ka mundësi tjetër për të ruajtur nga fitnet. Pa mos të merret kjo si një rast i përgjithshëm, ky është rast i veçantë. Pika 116 e pyet intervistuesi Hoxhën për rastin kur mujtehidi friksohet për sigurinë e tij nga rreziqe të ndryshme, si për shembull konflikti me institucionet shtetërore në vendin ku jeton dhe të ngjashme. Pika 117, Hoxha përgjigjet se në shumë prej këtyre rasteve kjo është thjesht një frikë që ka personi në vetvete dhe se mundet që në realitet mos realizohet kurrë. Pra, nuk është e thënë që me që ka frikë nga kjo gjë, do të thotë që ka realisht të drejtë për të pasur frikë. Më pas, pika 118, nga ana tjetër mund të vihet realisht në ndonjë situatë të veçantë rreziku dhe vështirësie dhe atëherë peshohen gjërat sërish. Pra kur rreziku bëhet konkret dhe real, ndryshon çdo gjë. Më pas, pika 119, ka raste në të cilat është e nevojshme të sakrifikohet mujtehidi ose disa mujtehid për të realizuar gjallërimin e fesë. Pra edhe kjo mund të ndodhi dhe në këtë rast, do thotë që këta mujtehid ose sakrifikohen për shembull duke dalë nga qarkullimi në kuptimin burgosen apo gjërat ngjashme dhe kanë sevap për çdo vështirësi që kalojnë, por mund të largohen fare nga kjo botë dhe të bien dëshmar. Ama Allahu nuk u humb atyre sevapin dhe nëpërmjet largimit të tyre nga skena bën që të vinë mirësi të tjera të shumta. Për këtë arsye thamë që duhet një analizë paraprake e gjërave, sepse nuk duhet që as njeriu të ngurojë të sakrifikojë për fen, por nuk duhet as të sakrifikojë pa arritur asnjë objektiv. Duhet të qëndrojë në ekuilibër. Dhe më pas pika 120 i vën në dukje intervistuesi Hoxhës që mundet që në disa raste të ketë pengesa të ndonjë lloji tjetër, siç është për shembull mbyllja e organizatave ose instituteve të mësimdhënies e tjerë. Pika 121, Hoxha përgjigjet që kjo është një pjesë e testimit të jetës së kësaj bote dhe konsiderohet diçka normale nga aspekti i caktimit. Pra, testime të tilla, por dhe më të lehta dhe më të vështira, ka pasur edhe në të kaluarën, do të ketë edhe në të ardhmen dhe kështu është feja, domethënë kjo është diçka që është e mirënjohur. Pika 122, ka njerëz plot të cilët janë sprovuar me gjëra më të mëdha se sa gjërat që sprovohemi ne. Pika 123, e pyet intervistuesi Hoxhën në lidhje me hijretin e disa personave të angazhuar në davet, pra në thirrjen në fen islame ose në mësimdhënie, për shkak të bezdisjeve që mund të hasin në vendin e tyre. Pika 124, Hoxha përgjigjet që nëse arrin në gradën që të jeti detyruar për këtë, jo para se të jeti detyruar, por kur të jeti detyruar, atëherë kjo gjë ka sevap të madh. 125, në këtë rast kanë përparësi vendet muslimane, por kjo lidhet gjithmonë me mundësitë e personit. Pika 126, ekziston madje një opinion ndërmjet dietarëve sipas së cilit çdo vend në të cilin muslimanët mund të praktikojnë lirshëm gjërat bazike të fesë së tyre, është kthyer nëpërmjet kësaj në një vend islam, edhe nëse nuk janë shumica në të musliman ose shteti që qeverisë nuk drejton me ligjin islam. Ky është një opinion ndërmjet opinioneve për atë se kush përkufizohet si vend islam. Personalisht nuk jam me këtë opinion dhe nga sa kuptoj nga intervista as Hoxha vet nuk është me këtë opinion, por thjesht e përmend për ta ilustruar si çështje. Më pas pika 127 e pyet intervistuesi Hoxhën lidhur me një përshtypje që është përhapur te një pjesë e njerëzve se devotshmëria ka të bëjë vetëm me adhurimet individuale që kryen personi dhe nuk ka nevojë të përzihet me çështjet e mëdha të umetit.
Pika 128, Hoxha përgjigjet që pikërisht ky është laicizmi dhe përshtypja që dëshirojnë xifutët të përhapet e muslimanët dhe të njerëzit në përgjithësi. Pika 129, ne nuk mund të pranojmë një pjesë të fesë dhe të anashkalojmë pjesën tjetër siç kanë bërë ata më herët. Pika 130, e pyet intervistuesi Hoxhën lidhur me ndonjë porosi gjithëpërfshirëse përpara se të mbyllet intervista. Pika 131, Hoxha përgjigjet at-taqwa, që do thotë devotshmëria ose ruajtja kufive të Allahut, kryerja e urdhrave dhe largimi nga ndalesat. Në lidhje me këto pika, ne duhet të themi që kjo tregon sërish nivelin e lartë të njohjes së realitetit që ka ky Hoxh, dhe kur thotë që këtë gjë domethënë e kanë si objektiv xifutët, ka për qëllim në veçanti sektin sionist, i cili është nëna e së keqes në kohën tonë, siç po e shikon tashmë e gjithë bota. Dhe ky është një nga njerëzit më aktiv me mjetet çfarë ka në dispozicion në luftimin e kësaj të keqe dhe në hapjen e syve për njerëzimin që ta kuptojë realitetin që po jeton. Jo vetëm të hapin syt muslimanët, por edhe njerëzit e lirë në përgjithësi nëpër botë, kush dëshiron të mirën. Më pas, pika 132, lutet për umetin dhe mbyllet emisioni. Kjo është ajo çfarë kemi përgatitur për këtë video të parë të kësaj playliste në lidhje me intervistat bashkëkohore, dhe inshallah do të vazhdojmë edhe me të tjera si puna e kësaj. Shpresojmë që të jenë të gjitha të dobishme. Ne lutim Allahun që të na ndihmojë që të kryejmë me një cilësi sa më të mirë këtë punë që po kryejmë, të na ruajë dhe të na falë nga gabimet që ne mund të bëjmë. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.